Një ekspozit në përkujtim të datëlindjes së Ismail Qemalit. Në Muzeun Historik të Vlorës, ekspozita sjell detaje të rëndësishme dhe fakte mbi Ismail Qemalin. Drejtori i muzeve në Bashkinë e Vlorës, Skënder Spahiu, konfirmon se bëhet fjalë për një ekspozit që sjell detaje dhe nga jeta e Ismail Qemalit, apo dhe funksionimin e qeverisë shqiptare në 14 muajt e ekzistencës së saj. Data 24 janar është dita e lindjes së Ismail Bej Vlorës, është ati themelimit të shtetit shqiptar. Ne kemi bërë një ekspozit ku përshkruajmë veprimtarinë dhe hapat e ndjekura për ato 13 muaj që ajo qeverisi vendin tonë, Vlorën dhe rrethinat e saj. Këtu kemi një përshkrim retrospektiv me fotografi dhe me të dhëna historike, që nga momenti i përfundimit të kuvendit të shpalljes pavarësisë, vendimarrja dhe aktet e qeverisë, formimit të qeverisë shqiptare, por dhe largimin dhe dorëheqjen e qeverisë së Ismail Qemalit dhe largimin e tij në konferencën e Parisit, i cili u strehuar në Hotel Brufano në Perugia të Italisë. Kjo është një ekspozit e cila dëshmon për të gjitha ato element, siç është veprimtaria arsimore, veprimtaria ekonomike, krijimi i ushtrisë, krijimi i xhandarmerisë, apo elemente të tjerë që duhet të ketë një qeveri e cila merr fatet e vendit, dhe kjo i dedikohet Ismail Bej Vlorës, Ismail Qemalit, i cili krijoi një qeveri të baraspeshuar nga ana fetare, por ndikoi drejt për drejt në organizimin dhe themelimin e shtetit të ri shqiptar, sepse perandoria osmane ishte drejt shkatërimit dhe shpërbërjes, dhe fatet e kombit kërkonin që të ruajë tërësia territoriale, por njëkohësisht të shpallë pavarësia e Shqipërisë. Kjo ekspozit do të qëndrojë hapur gjatë gjithë javës? Duke filluar nga java që vjen, ne jemi në përgatitjen e saj, në momentet e fundit të përgatitjes të vendosjes slajderave apo elementeve të tjerë fotografik, e cila do jetë deri në fillim të muajit qershor. Pastaj kemi elemente të tjerë të fillimit të luftës 1920, luftës së Vlorës, e cila do shoqërohet përsëri me ekspozit tjetër, por deri në qershor kjo ekspozit do jetë e vizitueshme, e hapur në ambientet e muzeut historik. Do vizitohet dhe kemi bërë shpalljen dhe reklamimin e kësaj ekspozite edhe në rrjetet sociale, por edhe në shkolla të ndryshme të qytetit, gjithashtu edhe në Universitetin e Vlorës apo në të tjera element të cilët duan të vizitojnë muzeumet e qytetit, por duan të shikojnë edhe këtë ekspozit për Ismail Bej Vlorën. Spahiu thekson se ekspozita është në detajet e fundit, ndërsa do të qëndrojë e hapur për qytetarët apo nxënësit e shkollave. Ajo që ka prekur Spahiu lidhet dhe me datën e lindjes së Ismail Qemalit. Ka të dhëna sipas tij se Ismail Qemali ka lindur në 16 janar, por në dokumentet zyrtare gjithçka konfirmon se data e lindjes është 24 janari i vitit 1844. Ka të dhëna për lindjen në datën 16 dhe kjo i dedikohet një shkrimtarit perandorisë osmane të Turqisë, e cila shkruan në 16, por ne në dokumentat që kemi gjetur dhe në një dokument regjistër të një hoteli në Bruksel, ne aty lexojmë datën 24 janar të vitit 1844, është dita e lindjes së Ismail Bej Vlorës, dhe data e vdekjes është 26 janari 1919 në Hotel Brufano në Perugia të Italisë, mbas një ishemie cerebrale që i ka ndodhur në momentin që jepte një intervistë para gazetarëve dhe mediave para se të nisej për në Paris. Këto të dhëna të rëndësishme, por dhe fakte të tjera për themeluesin e shtetit shqiptar vinë në këtë ekspozit, që do të jetë e hapur në Muzeun Historik të Vlorës.